Përshëndetje të dashur miq, sot do të përgatis një kek me kumlla. Për këtë kek kam 250 gram miell, 100 gram i kam gjalp, të cilin e kam shkrir dhe e kam lënë të ftohet, 50 ml qumësht në temperaturë ambienti, 3 kokra vezë dhe këto në temperaturë ambienti, 180 gram i kam sheqer dhe një bustin e kemi me baking powder dhe pak krip. Dhe për kumbullat kam 200 gram kumbulla, kam një lugë kafe me vanilje dhe do përdorim 2 lugë gjelle me sheqer. Atëherë, kumbullat i kam larë, i kam pastruar dhe do t'i presim në copa të vogla. Në copa të tilla të vogla. Atëherë, siç e shikoni, i presim në copa të vogla dhe do shtojmë sheqerin. Do shtojmë 2 lugë gjelle me sheqer. Nuk është nevoja që të jenë plot. Dhe do shtojmë edhe vaniljen. Shtojmë edhe vaniljen. Dhe do t'i trazojmë. Është mirë faktikisht që kumbullat me sheqerin t'i lëmnojnë gjysmor dhe me vaniljen, por unë do t'i lë aq sa të përgatis brumin për kekun. I përgatisim dhe i trazojmë mirë. I kemi gati dhe i vendosim, i lëmë më njarë. Atëherë, si fillim do ra vezët me sheqerin. Do t'i ra me mikserin e dorës. Si kam rahur mirë vezët me sheqerin, si që shikoni kanë dyfishuar vëllimin, do shtoj gjalpin. Atëherë kam shtuar gjalpin. Dhe do shtojmë edhe qumshtin. Do rahim edhe gjalpin me qumshtin. Pasi tham kemi rahur dhe gjalpin me gjithë qumshtin, atëherë avash avash do shtojmë miellin, e kemi hequr rasën elektrike, do vazhdojmë dhe do t'i rahim me spatull. Do shtojmë miellin, bacon dhe tham pak krip. Duke e situr, duke e shtuar dhe do t'a rahim me spatull. Gjithmonë baking powder i kokrizohet. Me spatull e trazoj mirë. Në këtë lloj mënyre. Pas e trazojmë mirë miellin, shtojmë dhe miellin tjetër, pjesën e ngelur. Gjithmonë duke e situr kemi thënë. Ndihmohemi me spatull. Dhe shikojmë që përzierja e miellit të bëhet mirë. E kemi përzirë shumë mirë. E kemi brumin gati. Do marrim tavën që do pjekim kekun. Formën që ju doni të piqni kekun mund ta zgjidhni sipas dëshirës. I kam shtuar pak vaj, e kam lyer me furçën e kuzhinës, tavën, sipër i kam shtuar pak miell, e trazojmë që të vejë mielli gjithandej dhe e shkundim pjesën e tepër të miellit sepse nuk na duhet. Dhe tek tava do shtroj brumin. Atëherë kam shtuar të gjithë brumin. Në këtë mënyrë kemi gati dhe sipër do shtojmë kumbullat, të cilat tani kemi përzierë me pak sheqer dhe me vanilje. Por në qoftë se i lini gjysmor, atëherë do marrin të pak më shumë shije dhe do lëshojnë atë lëngun e tyre.
copat e kumllave, fillojmë dhe I hapim sipër kekut. Hapini që të vënë gjitha ndeja. Mos të bien vetëm në një vend. Nëse keni dëshirë, mund të shtoni edhe pak kanellë. Kumbullat me kanellë shkojnë shumë mirë. Nëse kumbullat I keni shumë të pjekura dhe janë të ëmbla, atëherë mos shtoni 2 lugë me sheqer, por shtoni vetëm 1 lugë sheqer. Atëherë edhe kumbullat I kanë shtuar sipër brumit, është gati. Do ta vendosim në furrë. Furra e para ngrohur gjithmonë kur vendosim ëmbëlsira në 180 gradë për 45-50 minuta. Keku me kumbulla ka përfunduar, del vërtet super I shijshëm. Provojeni se ka për t'ju pëlqyer shumë. Ju bëf të mirë, miq të dashur.